Të nderuar miq, do të flasim për kombëtaren shqiptare të futbollit, ndeshjen me Serbinë, atë që pasoi debatet e shumta, nga heqja e flamurit deri te UÇK-s, nga stadiumi, rezultati, por edhe debati për penalltin, ndeshja me Lituaninë që do luhet mbrëmjen e sotme dhe gjithçka tjetër që na ka përfshirë si kom. Këtë radhë kemi të ftuar studiuesin Fredi Balaj. Zoti Balaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, ju falenderoj dhe unë që doni të merrni dhe opinionin tim mbi këtë, se kam qenë gjithmonë i apasionuar mbas futbollit. Kam pas shumë muhabet me disa nga futbollistat e flamurtarit të famshëm atëherë, që kanë qenë dhe futbollistat të kombëtares. Diskutonim edhe me ata para ndeshjeve me Barcelonën, para ndeshjeve me Partizanin e Beogradit. Duke se ato emocione të forta janë rikthyer ato i kam atëherë dhe bisedonim dhe ne si tifoza shprenim gjithmonë ato optimizmi që do fitojmë. Do vi Barcelona, do fitojmë. Madje disa prej tyre ju kam thënë një gjë që nuk e besoja as vetë. Ju kam thënë mbasi ne ndeshjet të dyja konfrontimet me Barcelonën përfunduan me pikë të plota. Në Vlorë barazim e para na barazuan në minutën e 97 dhe tjetra barazim 0-0 në Barcelonë. Ndeshja tjetër një vit më vonë ishte që ne u mundëm atje, ishim përforcuar shumë ekipi Barcelonës me Schuster, me Dida Merat, dhe kur edhëm aty pata disa biseda me lojtarët me kështu dhe thash, ju thoja një gjë që nuk e besoja dhe vetë, ju thoja shiko, Reali Madridit është shumë i fortë jashtë fushës, Barcelona nuk është e fortë jashtë fushës dhe ne do ta mundim patjetër. Do të thënë ishte një dëshirë madhe një ashtu dhe ashtu ndodhi vërtet. Merita e atyre atje që lodhen heronj, që të gjithë heronj, të jashtëzakonshëm që ne mundëm atje prapë me një gol të shkëlqyer të Sokol Kursës me kokë, kemi mundur Barcelonën në Vlorë. Madje në një moment jam bërë dhe i keq, i kam thënë një nga mbrojtësave tan, Landi Eliadit, që shumë robust, shumë i fuqishëm, i kam thënë do i futesh një herë ose dy herë rënd Schusterit, sa më fuqishëm ta nxjerrësh jashtë loje. Tha po mos dal me të kuqe Fredi dhe të duket e thjeshtu. Ore, i është futur, i ka bërë një ndërhyrje atij Schusterit kështu. Të jashtëzakonisht shumë të fortë, ishte edhe një shi me gjyma që po binte dhe Schusteri ka çaluar tër kohën, ai ka marrë, Eliadi mori karton të verdh dhe ne si tifoza që nxorëm gurmazin duke bërtitur nga dëshira, nga kënaqësia, mirja bërëm se fundit ky është futbolli. I pam serbët si shtynin, si bënin nga të katër anë, ky është futbolli. I kemi parë në kampionat botëror këto. Ja, më le ta mbaroj si mendim. I pam serbët se si shtrieshin në tokë dhe kapnin kokën me dorë. Kapnin kokën me dorë dhe sikur i kishte qelluar njëri, pa i qelluar njëri me asnjë gjë. Kishte filmime nga afër, i pash me vëmendje disa. Simulonin, binin në tokë shumë e shpresën që të mirnin ndonjë dënim, ndonjë diçka. Domethënë, futbolli është një luftë që merret me të gjitha mjetet. Është një garë, thot italiani, e iniciato la gara, është një garë. Kjo më pëlqeu shumë si garë me Serbinë, kjo në shpirti. Thot një shprehje Silvinua, thot një shprehje të bukur, ci mette l'anima e cuore in campo, domethënë duhet vënë zemra dhe shpirti në fushë. Dhe kjo është gjëja kryesore, mendoj unë. Vënia e shpirtit në fushë, vënia e zemrës dhe shpirtit në fushë, një garë me të gjitha mjetet. Ore më kanë pëlqyer dhe ato shtyrje, mbrojtjet e topit të Dakut, të Uzunit, të gjitha me të gjitha mjetet. U treguam shumë mirë krahasim me kroatët, i mikpritëm shumë. Shiko, prap, kjo është e egzageruar, themon, kjo lloj mikpritje, këto lloj masash kaq ekstreme, kështu janë të egzageruara. Sado që prap më pëlqeu deri në një farë mase entuziazmi, po domethënë në këto ndeshje duhet ai entuziazmi jashtëzakonshëm. Siç ishte ndeshja, erdhi Greqia, kishte ngritur lart Kupën e Evropës, një entuziazëm i paparë në Shqipëri dhe mundëm Greqinë. Këtu dua të theksoj edhe një diçka, se kam dëgjuar komente nga specialistë ndryshëm në media. Serbia është më e fortë në letra, Serbia është më e fortë kështu. Po prit mor zotni, se nuk funksionon ashtu mor zotni. Po të jap disa shembuj mor burr. Mundën Portugalin 1-0 atje. Portugalia ngriti lart Kupën e Evropës. Do të thotë që ne
ishim më të fortë, do të thotë, po të marrësh të lloj logjike. Ne e rrafëm, ishim më të fortë. Marrim shembuj të tjerë ke sa duash, do me thënë, marrim shembull Barcelona-Liverpool, fitoi 3-0 Barcelona në Barcelonë, u rraf 4-0 në Liverpool. Do me thënë, si pas kësaj logjike, 3-0 në Barcelonë është më fort Barcelona si ekip. 4-0 në Liverpool është më i fort Liverpooli atje. Kupton që nuk është fare kështu. Do me thënë, kjo është e fort në këtë moment këtu, kjo është e fort në këtë moment këtu. Do thot dikush që ishte faktori fush. Po jo mor zotni dhe faktori fush. Pse? Po të marrë shembullin Liverpool me Milan. Ndeshja Liverpool, Milan fitoi 3-0 Milani në Liverpool. Në vendin e tyre mes tifozave të fitoi 3-0. Erdhën në Milano, fitoi 3-0 Liverpooli në Milano. Pra iku dhe faktori i tifozave në një farë mase. Çfarë tregon kjo, më zotni, është tepër e thjeshtë. Kjo tregon që në një moment të caktuar, një ekip është më i fortë se një ekip tjetër. Në një moment të caktuar, në një mobilizim të caktuar, ndoshta edhe me pak shans, një ekip është më i fortë se një ekip tjetër. Po ke jashmase më, po ke Ukrainë, Shqipëri që u los atje jarë, fitoi Shqipëria. Erdhi këtu Ukraina, unë e pash që do fitonin që në momentin që u mblodhen rreth fushës, aty që bën ato si betimin të gjithë kapur dorë më do, fitua, nuk na lanë të kapnim to, fitoi Ukraina këtu. Tani, hajde gjeti, kush është me ekip më i fort? Ne fituam jashtë me Ukrainën, Ukraina fitoi brenda në Shqipëri kundra ne. Pra, del edhe njerë më se e qartë kjo gjë, që është fiton ai që në një moment të caktuar është më i fort. Pra një ekip mund të jetë në një moment të caktuar më i fort se ekipi tjetër. Pse? Sepse treguesit fizik, përgatitjen fizike e kanë rrot më rrot që të gjithë. Janë që të gjithë të përgatitur fizikisht me parametrat më të mirë botëror. Po lozin në ekipet më të mira, lozin në Angli, lozin në Itali, lozin në Kore që losa Jasani, lozin në Spanjë, Uzuni e tjere në Turqi. Parametrat fizik, stërvitjen fizike e kanë të njëjtë të gjithë. Profesionalitetin e kanë të njëjtë që të gjithë. Se më përpara në kohën e Enveri thoshin, po miro se këta janë profesionista, ne nuk jemi profesionista. Po miro vlla, prap e marrim atë si justifikim. Sado që ajo nuk funksionoi me flamurtarin, nuk funksionoi me flamurtarin e Vlorës. Ne ishim të bindur që do fiton, kur ka ardhur Beogradi në Vlorë atje, doli para ndeshjes, doli ne në atë bisedat me futbollistat me kështu do fitojmë, ishim të bindur. Doli një sërb i veshur me rroba ushtarake, me mjekër të gjatë para ndeshjes, me pantallona lara ushtarake dhe ja bënte kështu 3 ja bënte tifoza. Kemi nxjerr Gurmazin duke e share, duke u lërritur, duke e bërë, është ngritur stadiumi, ka marrë flak gjithë stadiumi, u krijoi një atmosferë pa parë. Dhe mundën Partizani e Beogradit 2-0 aty. Ka Bërdelan Diljadi një gol fantastik në 17 metra. Pastaj goli Sokol Kushtës në Beograd, gol super fantastik. U ndes si vulkan gjithë Shqipëria duke para të ndeshje. E kam fjalën këtu që mobilizimi në një moment të caktuar është vendimtar. Kjo është Chelsea i të gjithave. Dhe pastaj shko, më ka ardhur çike. Fillimisht kur na binin këto ndeshjet në grupe para shumë vitesh, thoshim do zëm vendin e parafundit apo vendin e fundit. Më vinte Neverina këto lloj kështu. Pastaj u bën çik kështu, do zëm vendin e tretë, vendin e katërt se janë këto. Pastaj ishte e vjet. Se kam diskutuar me shumë njerëz, po prito se tani është Polonia, është Çekia, tani vendin e tretë, vendin e dytë. I thosha, po mund zëm dhe vendin e parë, mos e nuk është çudi. Po jo, vendin e parë se zë kur me Polonin, me Çekin, me këto. Ja që e zum vendin e parë. Tani, prap dhe këto komente nuk pëlqen. E di që Anglia është një ekip shumë i fortë, por nuk ka më super fuqi futbolli Marburi Dheut. Ne ikim me Anglin këtu, po të kishe qenë vari sot, goli Ragli do ishte i sakt, 2-2. Po pa tjetër, kupton, nuk ka më, do me thënë, diferenca të mëdha. Ndajnë ekipet kështu. Vajti Anglia tani
Mezi bëri një gol me Andorrën, se I pash të përsëritur ato raste gjëra. Nuk ishte formacioni I plot. Ore, po çon si ka, donte 3 pikën se s'bën. Mezi nxori një gol Anglia me Andorrën që ne rafëm lehtësisht 3-0 këtu. Ne ishujt Faroj I rafëm atje 3-0. Erdhen këtu, desh na rafën në ishuj Faroj. Pse ishte mobilizimi jom shumë I dobët dhe ata që thanë një diçka që ndoshta I bëri për të qeshur shumë nga specialistët tanë që thanë, ore ne kemi ardhur për fitore këtu. Ne diskutoshim për vendin e parë në grup, ishujt Faroe, vendi I fundit në grup, thanë ne do vim për fitore. Nxirre atë fjalë, ne do vim për fitore, vetëm në Angli do vim për fitore. Po miro, vajti Greqia fitoi në Angli tani para pak kohësh. Vajti Greqia, që nuk është ekip më I fortë nga Shqipëria. Fitoi në Angli në mes të Londrës. Pse duke kaq kështu tani këto? Prit, për vendin e dytë tani, vendi I parë tani e ka Anglia, vendi I dytë. Po prit më burr, prit duro. Më pëlqeu një gazetar serb që bëri të vetmen pyetje që tha, këto dy ekipe, Serbi Shqipëri, a mund të pretendojnë për vend parë të dytë? I pari që përmendi vendin e parë. Po nuk është çudi më burr. Anglia mund të rifet në Serbi, po Anglia mund të rifet në Shqipëri. Po Serbia mund të rafi në Angli siç e rafi Greqia. Po nuk janë çuditëra këto gjëra më. Pse I merrni sikur e ka marrë me tapi ajo Angli vendin e parë. Po nuk është e thënë më burr. Janë të gjitha futbolli tutto è possibile, thonë italian në futboll. Çdo gjë mund të ndodhi. Zoti Bala, ne kemi folur një diçka se mos harroj. Në vitin e famshëm 1982 që Italia ka ngritur lart Kupën e Botës, Italisi ka rënë me një grup të hekurt me Brazil, me Argentinë. Të gjithë opinionistët e botës thoshin Brazili është favorit, pastaj Argentina, Italia ishte e treta. Asnjëri nuk mendonte. Madje më pëlqeu dhe trajneri I Italisë, Enzo Bearzot ka thënë atëre favorit është Brazili ande këtë. I rafi që të dyja Italia dhe Argentinën dhe Brazilin I rafi dhe mori Kupën e Botës dhe rafi Gjermanin, atëre rafi gjitha. E kupton, nuk ka gjë të prerë në futboll, mos e këta e marrin që po prito, vendi I parë ka mbaruar tani është me tapi. Po prit mor burr. Se ashtu thoshim dhe vjet, po ja që e zum ne si Shqipëri vendin e parë. S'është e thënë. Ktu e kisha muhabetin. Është momenti I mobilizimit të madh aty. Zoti Bala, çfarë përfaqëson kombëtarja, unë po ju pyes me ju sepse keni një pasion të jashtëzakonshëm për futbollin dhe ne do të bëj biseda më shpesh për futbollin, edhe për post temave të tjera që kemi diskutuar bashkë. Jeni apasionuar jashtëzakonshëm. Por të lutem, kombëtarja, një sekond vetëm. Ekipi kombëtar përfaqëson shpirtin e një kombi. Shpirtin e një kombi. Prandaj kanë thënë që lojtarët e kombëtarës duhet lexojnë historinë e Skënderbeut të Marin Barletit, patjetër. Trajnerët që vinë këtu duhet lexojnë historinë e Skënderbeut, janë shkruar mira libra për historinë e Skënderbeut, janë dashuruar njerëzit. Në futën në një temë, sepse ata nuk komunikojnë shqip me njëri tjetrin, shqip nuk komunikojnë. Shiko, po është në të gjitha gjuhët e botës ajo, e Skënderbeut. Duhet ta mësojnë këtë, po ja ta mbarojnë çik. Duhet të lexojnë dhe historinë e Mërkur Buas. Me 300 veta shqiptari Mërkur Bua bëri leck gjithë ushtritë e Evropës në 10.000 veta, në 7.000 veta I bënte leck. Tani, këtu janë 11 me 11. Po pse do ju dridhen këmbët? Jo, në këtë ndeshje, shiko, në këtë ndeshje që u bë, mua më pëlqeu shpirti luftarak, ajo të gjitha mobilizimi, kështu, I jashtëzakonshëm. Kam vërejtje pak për sulmin. Kam pasur një bisedë me Vasil Rucin këto, ishim në të njëjtat mendime. Dhe Vasil Ruci tha që duhet ishte Broja, Daku dhe Arber Hoxha. Shiko, edhe të gjitha mediat që Mana ishte me temperaturë, ishte I sëmur, ishte në spital, edhe të gjitha. Po prit mor burr, kur ke kaq sulmues cilësor, ke Armando Brojen që është I papar, nuk kam 2 mbrojtësa që ta mbaj, jo një, po s'ka 2-3 mbrojtësa ai ikën. Është I papar si sulmon, nuk duhet të diskutohet Armando, për mua duhet jetë në qendër të sulmit. Po në qendër se depërton më bot çfon. Nuk duhet të diskutohet me asnjë tjetër Armando Broja. Një. Tani
pam në media, ishte mana i shumë i smur, është me temperaturë lartë, është në spitale, është ande këtes, ka marrë pjesë në servitje. Po miro, pse e futa atëre këtu? Kur ke mundësi ta mundesh atë Serbi, po është i smur o buri dheut, po duke i në fushë që rëzoj, në çdo takim rëzoj, me zi gjuajtja të penaltim, pse e fut kur është i smur tjetri? Kur u pa ndryshimi rënjësor kur u futa i Daku, depërtonte, të shponte, kalonte, jepte topat, kalonin topat, shiko, kur kalon topi gjithë pasqyrën e portës dhe nuk ka një njeri që ta nuhasi, atë mua më dhënë zemra këtu, sepse aty mjafton të fus këmën edhe një 5 vjeç, të fusi këmën e bën gol. Kalon topi pasqyrën e portës. Po të vësh re ekipin e Spanjës që e kam studiuar, që ka patur gjithë këto suksese ndërkombëtare tani europiane, botërore, kështu edhe ekipet e tjera, ata në mbi 90% të golave i kanë shënuar duke bërë një depërtim në anësore. Posibilmente, thotë, mundësish brenda zonës së repsis dhe fusin topin dhe 2 sulmues, 3 sulmues futen, një nga ata do ta kapjesh probabiliteti, se shiko, futbollistët dhe trajnerët patjetër që duhet njohin dhe teorinë e probabilitetit. Është teoria e mundësisë, është teori matematikore që ne inxhinierët e kemi dhënë provim, teoria e probabilitetit quhet. E kupton, është teoria që thot monedhën po ta hedhësh lart ka 50% mundësi të bjeri lek, 50% të bjeri zhga, 50%. Po, në qoftë se ti i vë të dyja lek, i ngjit me mastish 2 lek, e hedh lart ka 100% probabilitet të bjeri lek, të themi. Probabiliteti është ky. Në qoftë se ti ke sulmon në fushë dhe jep topin në ansorja, ka probabilitet shumë të madh për të bërë gol. Pse? Janë disa arsye. E para, sulmi është shumë i shpejt dhe sulmuesit janë me fytyrë nga porta. E godasin topin qoftë me kokë, qoftë me këmbë dhe është i pakëmbshëm, është tepër i shpejt. Një kjo, e dyta, nuk ka rrezik për offside. S'ke rrezik për offside, sepse del topi është pothuajse në afondori ashtu s'ke. E treta, ka mundësi për autogol. Janë bërë kaq shumë autogola. U bë dhe një autogol, nuk e di, në një nga këto ndeshje tani për Nation League. E pash me kështu do të thënë, janë bërë plot autogola kur tjetri futet. Kanë bërë me Spanjën ka qenë ai Iniesta. Lojtar 7 shkurtër, kështu. Ka qenë Bruno Conti me Italinë, lojtar 7 shkurtër që futej në ansore, jepte topin. Ka qenë dhe Vasil Rusi joni i famshëm, që ai bënte çdo lloj roli, çdo lloj mrekullie në fushë, po e kishte edhe këtë gjë, që vente në ansore, ka qenë Latif Gjondeta, venin në ansore, fusnin topin këte. Do me thënë, është probabiliteti tepër i madh për gol, kur tjetri është në ansore dhe kalon, po duhet ta ndjekin aksionin, e kupton? Këtu më erdhi shumë keq që nuk ndiqej aksioni, kaloi topi 2-3 herë aty gjithë pasqyrën e portës dhe s'kishte një gjysmë këmbë të futej që ta shtynte për në rrjet. Kjo më erdhi tepër keq që do ta shkonte. Po i kisha fjalën këtu. Do të thënë, ndryshoi loja komplet. O vlla, tjetri ka problem fizik, me temperaturë, ka kaluar gripe e kështu. U futa i Daku. Po dhe për faktin që ai është kosovar, më burr. Ka atë shtysën e brendshme. Më ka pëlqyer shumë Debjazi kur ka vënë video të krimeve serbe në Kosovë para në Beograd. Shumë e gjetur, shumë e bukur. Vëri ato dhe ata u bën gardh në Beograd. Mund ta fitonin atë ndeshje. Po mbaronte pjesë e parë 0-0 dhe më shumë rrezikuam ne. Po do motivim ose është ajo që tham. Ndeshjen e fiton të qenurit mirë në atë ndeshje, mobilizimi total në atë ndeshje. Pse? Se i rave ishu i të faroj atje 3 me, po këtu nuk u mobilizove, i le desh në aran ishu i të faroj këtu. Kjo është, do në që thua, ndryshoj ekipi komplet, u rezikuam shumë, po ke atë myrtojzim, orë ke shumë sulmus fantastiko, po ke Brojën, ke Dakun, ke Bajramin, ke atë Seferin që është shumë luftarak, ke Myrto Uzunin, ke Arbër Hoxhën, ke gjitha ato, pse duhet të vjesh në aq vështirësi tani që të na shkaktosh këtë handicap në lojë kur tjetri nuk është mirë fizikisht, se ka dhe një gjë, burë, duhet e tjetri kur e ndjen veten që s'është mirë, është me grip, andaj duhet të thotë, ore vëlla, më ndro. Më pëlqeu shumë ai Julian Sheu.
Po. E gjetëm, do të thënë kemi fituar një lojtar të ri fantastik, shumë i mirë, më pëlqeu shumë. Po kishte edhe burrin që tha më ndro mor burr, më ndro se do i bëj dëm ekipit. Në atë moment, si jam mirë, më ndro. Po pse duhet të ngrihet gjithë stadiumi në këmbë? Të thot broja, broja, broja dhe ti si trajner futesh brojën. Pse duhet thot daku. Stadiumi është një hap para Po pa tjetër që është një hap, se stadiumit i rre zëmra me lojën, i rre zëmra me lojtarët, me ekipin, me shqiptarin. E kupton? Dhe të gjitha ato që ka thënë stadiumi kanë dalë ka thënë broja, broja, broja me Spanjën atje ku në kampionatin evropian u fut bronja rrezikoi 3 herë me Spanjën. Po pse duhet thot stadiumi orti trajner? Orti, po këshilltarët e ekipit, a ka një staf ky trajner që ti thonë, ore vlla, i kesut në balti, po shiko çfarë po bëhet. Shiko, po fute këtë tjetrin ose ndryshoj loja komplet. Shikoj gjendjen fizike të njërit, gjendjen fizike të tjetrit. Shiko, mos ki para gjykime tani që unë do fiksohem këtu e s'ka prito vlla, po ke 7-8 sulmus ultra të fortë, të fuqishëm. Se Uzuni atje në Spanjë po paraqitet jashtë mase, është paraqitur shumë mirë, është oportunist, është nuatë, është shumë. Më pëlqeu dhe me ato përplasje, dhe me atë grintën, dhe me atë. Po daku kish një grint të papar, mos është dhe kosovar, e kupton përplasje, me zi po e priste këtë ndeshje, ndoshta me zi po e priste. Po e pesa forti futeshin brojës ata, me bam, se edhe ata kanë atë bindjen e tyre që duhet të fitonin. Po prito, po brojën e pam dhe sa forti futeshin italianët në Europian, në të gjitha anët. Po e pam dhe spanjollët i futeshin fort, po dhe kroatët. Po gjithmonë, po ka shkëlqyer gjithmonë, më burr. Ka shkëlqyer. Broja është super lojtar. Po ke edhe këta tjerë që sa po tham. Po fut proboj, ke atë Muçin që është prap dhe ai. Muçi duhet ishte, se Muçi gjua dhe nga distanca. Po pa tjetër është gjua nga distanca, është elegant, është me grint, është triblues, në luftën 1-1, është oportunist, i jep asist, nuk është individualist që do e bëj unë. Lojtar, i kemi parë këta, se ne shqiptarët, shikon, kemi një diçka që më duket se po e rregullojmë. E ka pas flamurtari atëre me tiki-taka, 11 veta, tiki-taka, ta bënde kush ta bënde golin. Për para Barcelona. Para Barcelona, me Beogradin, me ata, në bënin tiki-taka, bënde gol ekipi. Tu kemi parë tani në njërë që tjetri nuk ja jep tjetrit e sakrifikon. Kurse shikojmë ata tjerët që e fusin gjithmonë, pasime në zonë të repsis, mjafton të dali ai që ka mundësi më të pasër për të bërë gol. Le ta bëj, shpirti, këtë ndeshje thash, më pëlqyen me përjashtim të sulmit që të thash që ishte arsye fizike, që ishte se mundi, po jep trajner për këto gjëra morbu, për të studuar gjendjen e tyre. Si më thua tani, ky lojtar s'ka bërë stërvitje ka ditë, kështu po prit, se do e fuzin këtu, po prit, është të mor tjetri. Që nuk po ndale më shumë tek ndeshja me Letonin, por duhet dali që jashtë fushë, sepse Kosova është prekur. Si? Kosova është prekur shumë. Përse? Për këtë ndeshje? Po, për flamurin. Nuk të kuptova me. Kosova është prekur për flamurin e UÇK-s që hoqën, përveç se e hoqën, por edhe mënyra se si e hoqën nga stadiumi. Besoj edhe kjo meriton, edhe këtu e kisha më shumë atë fokus që doja një analizë tuajën, përveç brenda kuadratit, por masat kaq ekstreme, eqja e atyre tifozave, kam qenë disa herë në mezin e atyre tifozave, isha edhe në ndeshjen me Andorrën, në mezin e tyre. Shiko, ata janë një faktor i rëndësishëm. Ata mund të thonë një fjalë më tepër që në çdo stadium ndodh. Ndoshta mund të korrigjojnë pak. Po ata këndojnë gjatë gjithë ndeshjes, po lung kombëtarja, sot për nesh ditë e madhe, kështu e tjera, do ata të frymëzojnë, ata japin adrenalinë e ekipit. Ata nuk duhet të frenohen, ata duhet të stimulohen nga federata jonë, të paktën mirë, nuk u lejuan të rinë atje të këndi vetë, po të jepeshin ca bileta aty morbur, të jepeshin bileta në pjesën tjetër. Ata këndojnë, ata bërtasin, ulërin, po atë ka futboll, po i kemi parë
ç'a bëjnë tifozat anglez. I kemi parë tifozat e vendeve tjera, tifozat spanjoll, portugez. I kemi parë. Huliganët e Anglisë mjaftojnë për gjithë. Po huliganët e Anglisë ti lëmë se kanë kaluar dhe në ekstremitete kështu me marrje jetësh në ndeshjen me Juventus, me Liverpool, atë më kujta. E ka kaluar dhe në ato. Të kalon, sepse ne jemi shumë larg. Dhe tifozin e pushton një adrenalin, një shu e jashtëzakonshme, kupton, është kalona, është ngjitse ajo adrenalina. Na tifozit e lojtarët, na lojtarët e tifozi e të del ajo ashtu, kupton, unë thash, kam qenë në të gjitha ndeshjet ndërkombëtare që ka bërë Flamurtari atëre, kur vinte Flamurtari që losten Tiranë, këtu kundra Tiranës, Partizan, ishim studenta, dilnim aty të pushton ajo adrenalina, mera. Po, kur los kombëtarja, po ti o trajner ke një përgjegjësi të jashtëzakonshme, lojtarët kanë përgjegjësi të jashtëzakonshme, që fituam dhe Elsej Dyusën e rifituam në këtë ndeshje. Ndoshta ndeshja më e mirë që ka bërë me kombëtaren. Kjo ka qenë padyshim ndeshja më e mirë. Kam mbaj mend edhe një ndeshje që kam bërë që më duket kemi bërë gol Francës. Ka bërë një krosim shumë të bukur ai në Ansoria që ka bërë gol me kokë, më duket Mavraj. Edhe atë ndeshje ka qenë shumë mirë, po dhe këtë ndeshje ishte absolut. Mori dhe penaltin, nuk ishte çfarë t'i thoshe. E lëm Mario Mitajn, super lojtar. Kam çik merak për Ismailin, sepse për mua është super lojtar. Kam dëgjuar që është dhe në radarët e Napolit, dhe inshallah i bëhet mbar. Është super lojtar, nuk është se kam vretje për Ajetin. Më duk sikur në ndeshjen me Anglin, që doli zbuluar ai Kane pas Ajetit, më duk se e shtyu një çik Ajetin, nuk e kam parë, kam kthyer disa herë, po më duk sikur ai Kane e shtyti pak Ajetin që doli, sepse ishte Ajeti i para tja, edhe jam çuditur në çik. Ndodhin këto gjëra në një shpejt që nuk e ka pas syri arbitrit. Po gjithsesi, shiko, mendoj se kemi një grup lojtarësh se mund të përballemi me çdo ekip të botës më burr, sepse shiko tani, ti ke rahur Francën që ka qenë kampion bote. E ke mundur këtu e ka rafë. Po ke mundur Portugalin kampion e Evropë, ke mundur Greqin kampion e Evropë. U ngre dhëm për dhëm me Spanjën atje, pavarësisht që dikush mund të thotë, po jo, po s'lozën lojtar kryesor, po i futi ai Olmo është lojtar kryesor, po ai tjetri Lamine Yamal është lojtar kryesor, po edhe gjithë pjesët e ekipit është ai lojtari bask tjetër që është lojtar kryesor. Na bën një gol shtylle brenda që vajti të themi, sepse futbolli e ka dhe shansin brenda, futbolli e njeh shansin. Mund të sulmosh 10 herë, e sulmon një herë ai të bën gol, ai fiton lojën. Dhe ne tani nuk duhet të kënaqemi më vetëm me lojën, them për shembull siç thoshim më para që ne lozëm mirë, po u mundëm. Ne lozëm mirë, po jo mori, jo. Lozë mirë kur fiton. Le mos të bësh spektakël ti, bëre golin, fitove, ajo është merita. I gjys goli. Këtu e morëm një gjys goli, një gjysëm këme atje, kaloi topi 10 herë atje dhe nuk u bë gol. U dha penaltia, nuk u bë gol. Ne duhet ta kishim mundur Serbinë. Ne nëse do bënim atë gol penaltin, jam i sigurt që me kontratak, me kundërsulm pasaj, se ata do ideshin si të çmendur për të barazuar, ne do kishim bërë golin tjetër me ata lojtar aq të shpejt që ke si Broja, po u fut dhe Daku, aq luftarak, ja kështu do kishim bërë gol tjetër. Na ka ikur një rast i artë, po unë prap shpresoj që ne mund t'i rafim dhe në Serbi. Po s'është çudi mor t'i rafim në Serbi, fare nuk është çudi. Pse? Ai vin këtu, trajneri i tyre thotë ne kemi ardhur për fitore. Po dhe ne atje do themi kemi ardhur për fitore. Dhe do lozim për fitore atje në një stadium të vogël që do bëhet ajo, do lozim për fitore. Kam besim që do bëj një lojë të shkëlqyer atje, shumë të mirë. I kemi të gjitha premisat. Kam besim që edhe këtu me Lituanin, kemi këtë ndeshje, në qoftë se bën ai 2 rregullime të vogla aty në ekip. Fitojmë fitojmë. Dhe në qoftë se ata futen në fushë për të fituar, siç erdhi këtu Ukraina për të fituar, burin deri në vend, ne mundëm jashtë. Ata erdhën na mundëm brenda këtu. Se erdhën për të fituar. Tjetër, ku kemi vajtur ne, na erdhi Izraeli na rau këtu. Na rau këtu, atëre themi ne Izraeli me ekip si Shqipëria. Vajtëm atje rafëm 3-0 mos ka bën. Po,
Vetëm këto dy ekipe mos bie në grup, se sa herë bien këta dy, Serbia me Izraelin, shtetërrethim ka, vetëm tifozët nuk janë qetë. Po, mirë, shiko, pavarësisht nga ajo, kam muhabetin këtu që nuk duhet të vemi më me këto, ky ekip në letër është kështu, po ne tani ajtë luftojmë për vendin e tretë, vendin e dytë, vendin e parë, na dritet goja ta zëm në gojë vendin e parë. Nga gjitha bisedat që unë kam bërë, shukur është hedhur shorti, vetëm ju ma keni përmendur vend e parë, si Po vetë, po pse më jo morë, po unë e kam thënë për vendin e parë dhe në edicionin e kampionatit evropian, kundra gjithë miqve të mi që bëni muhabet, thoshin vendi parë është i Polonisë, po ne do luftojmë në play-off ose i Çekisë. Po pse më mund ta zëm vendin e parë? Po jo, pa ndër. E zum vendin e parë se nuk është çudi morë. Nuk është çudi. Po dhe në atje evropian kishim rast të paraqiteshim shumë më mirë. Po e pam si goli i dytë i Italis një aksident, një veprim i pavullnetshëm i Ysajt, një aksident. Po e pam dhe dy golat e Kroacisë një aksident se ishim në fitore. Po e pam dhe goli i Spanjës, e kupton, Spanja një gjuajtje bëri atje një kështu, ne bëm 3-4 raste të pastra nuk shënuam do. To mund të paraqiteshim më mirë, po të ishim çik më të zgjedhur lojtarët, më të zgjedhur. Do ishim më mirë, do kishim dalë më mirë. Kam bindjen e plot. Edhe këtu mos ta quajmë tabu vendin e parë. Prit olla, jemi në fillim. Mirë, kemi bërë 3 ndeshje, kemi 4 pikë. Po prit. Edhe ajo Angli kanë ndeshje në Serbi, kanë ndeshje në Shqipëri, Anglia. Po pse do të themi, do vi Anglia këtu do fitoj. Pse morë do fitoj? Po ajo Greqi që vajti e rafi atje. Po ajo Andorë që deshi mori 1 pikën atje. Po pse? Po nuk ka superfuqi sot, më nuk ka superfuqi. Ai brezi Tares, Bushit, Rakrit, Kolës, Vatës, Trakoshës, të Jatit, jo të Birit, unë do isha kaq besim plot sa ju, po tani më duket i çik, ata kanë qenë. Jo, nuk jam, shiko, nuk jam plotësisht dakord. Ata që një brez i shkëlqyer, natyrisht, po them që në këtë moment ne kemi një brez të shkëlqyer lojtarësh, të jashtëzakonshëm, po bëjmë zbulime na ditë. Thash, u zbulua dhe ky Julian Sheu, lojtar i jashtëzakonshëm dhe me burrëri që tha më ndro mua se tani kam problem. Mund të losë ai të vazhdon deri në fund, po jo, po gjykoj për ekipin. Është gjithë shqiptaria që të shikon. Janë miliona shqiptarë në atë 4 anë të botës që shikojnë. Do ndrohet ashtu, secili mund të thotë atë, unë jam i smur, unë kam të problem, ka ashtu. Dhe ai si trajner duhet të shikoj. Ore, duhet zgjedhur më e mira absolute që është në atë moment. Dhe ke super lojtar në të gjitha aspektet. Dhe unë kam besim që ky brez është shumë i mirë dhe mund t'ja dali me çdo ekip. Po ja del me çdo ekip më burr, se ti e pe u ëngrëm si të barabarta aty me Spanjën, me Kroacinë. U ëngrëm. Për ta mbyllur, më jep një koment, unë dua një koment nga ana juaj për Kosovën. Atë që ju pyeta pak më parë. Për flamurin, u hoq nga stadiumi, Kosova është shprekur nga kjo, edhe jo vetëm Kosova. Pra, jo vetëm që u hoq, por edhe për mënyrën që u hoq. Shiko, nuk di ta komentoj, domethënë tamam për atë, nuk di a i lejon UEFA, FIFA. Ne jemi bindur ai shumë sa kur vjen puna, kur luhet Serbi, gjithmonë do ketë një banderol atje Kosova është Serbi ose jashtë pushe, gjithmonë tifozët serb do ta kenë këtë banderol. Kurse ne bindem, thon ata hiqe. Një sekond. Këto maskarallëqe që kanë ndodhur në stadiume të ndryshme që i bëjnë presion Kosovës, Kosova, Serbia, ndaj këtej, nuk duhet të ndodhi më dhe duhet i reklamoj dhe Federata Shqiptare dhe Federata e Kosovës, duhet i reklamoj, nuk duhet të jenë më, por Kosova ka gjithë të drejtën e botës që vinë ata tifozat e Kosovës dhe shpërthejnë me atë entuziazmin e vetë, nuk duhet të pengoheshin, duhet të jepeshin bileta, u avulluan biletat, u zhdukën biletat se ekzistonin më. Qa thonë, kishtë 800.000 aplikime për atë, se edhe kur u bë ky stadiumi, ndjeva një keqardhje në shpirt, kur mora vesh që ishte
22.000 vende, po pse më thash mo qeveria shqiptare? Po u bë një stadium të tillë, u bë një investim i tillë nga privati. Po bëhet 40.000 persona më bë. Po bëret 40.000 se shiko ç'a bëhet. Tani vinë në Roma me Feyenoordin, loza aty, ngelen tifozat për jashtë këtu një event botror. Po tani ke këto lloj ndeshje ashtu që ke 800.000 klikime, po pse? Po të ishin 40.000 veta ndryshe ashtu, ose të mbyt dhe ai zëri atje i mbyt ato. E kupton? Thash, pastaj ato nuk më pëlqen, thash, ato shtirjet e futbollistëve serb që shtrieshin aty sikur kishin marrë goditje të tmerrshme, pa asnjë gjë, pa i zënë asnjë gjë, se ke filmime aty që vinin duart në kokë edhe shtrieshin kot. Po nuk mund të bëjnë këto gjëra. Sado që thash, futbolli është një luftë psikologjike, fizike, morale, dinjitoze, të gjitha, i ka të gjitha brenda. Futbolli është dhe një atrakcion i madh turistik më buridheu, dhe shkon, kemi atrakcion në Itali është dhe ajo, kur vetë aty mendon dhe futbollin, kur vetë në Kroaci mendon dhe futbollin Kroaci, kur vetë në Spanjë mendon dhe futbollin, kur vetë në Angli mendon dhe futbollin, është një atrakcion, kur vetë në Brazil mendon futbollin, në Argentinë po ashtu. Të identifikon futbolli, të identifikon. Asnjë nuk e njeh presidentin e Brazilit, po formacioni 11 po njohin të gjithë më burr. Është ne në shekuj jemi identifikuar si një nga popujt më luftarak, prandaj thash, ne kemi udhëhequr, kanë qenë 40 e ca perandor romak, kemi udhëhequr perandorin romake për në ekspansionin që pushtoi gjithë Evropën, kemi udhëhequr perandorin osmane, gjithë ata kryevezirët ata kanë qenë shqiptar. Kemi bërë revolucionin grek, kanë qenë gjithë shqiptar. Kanë sunduar Egyptin, pjesën gjithë lindjen e mesme atje ka qenë shqiptar. Do thënë, këto gjëra duhet i din këta më burr. S'do të futen me frik tani këto. Po prit se kjo është Anglia, tani do na rafin. Po pse do të rafi? Pse? Pse ajo Greqia e rafi atje? Ne Greqia e mendim kështu. Po Greqia mori vajti me mendimin në kampionat evropian, rau Portugalinë, rau Çekin atë Francën. Pati dhe fat, se mbaj mundu shumë këto 1-0 atje. Po, jo, kur erdhi këtu pastaj, po ishte kjo bindja jonë më vëlla që si mos i rajmë ne këta, se ne këta i kemi gjithë tonë, nuk është se ishte Gjermani, Holland që këta janë superfuqi. Po prit, edhe Greqia konsiderohet superfuqi se ngriti lart Kupën e Evropës. E rafëm ne këtu më burr, pse ishte bindja që do e rifnim. 2 gola. 2 gola të papar. 1 entuziazmi i papar, 2 mobilizim futbollistave i papar, 3 po dhe stimul material duhet bërë. Të gjitha shtetet bën stimul material për futbollistat. Duhet stimuli moral është në maksimum. Edhe më pëlqeu në këtë ndeshje thash me përjashtime të vogla, po duhet dhe stimuli moral, ore jepu para gjitha viu bizneseve në një komplet, do vën nga një shumë të caktuar për futbollistët në rast fitore e mërbur. Vën një stimul në rast kualifikimi për botrorë. Ta shikojmë një Shqipërinë atje në botrorë, se jam i sigurt që Nano vajti ndomat e zhveshjes atëre para ndeshjes. Nano ju ka dhënë një stimul të konsiderueshëm material. Ju premtoi para. Dhe ajo i motivon më shumë mërbur. Kanë dëgjuar shteti italian ju ka vënë një çmim të jashtëzakonshëm atyre në të gjitha fitoret që ka bërë Italia për Kupën e Botës. I ka vënë për çdo ndeshje, fiton këtë ndeshje ke kaq, fiton këtë ndeshje keni kaq. Kurse për ndeshjen finale kur ka arritur Italia u ka vënë stimul të papar, që s'do ti do të hipi adrenalina në majo, do bësh fluturus në ato, me gjithë ato para që të ofron ai, përveç dhe kësaj, domethënë anës morale që ti përfaqëson atë dheun tënd. Më kupton, këto janë gjëra se është një staf atje, nuk e miro u çmend në një moment trajneri bëri zgjedhje të gabuara, po prito, jeni një staf aty këshilltar, thotë prito, stop. Po prit se jemi kështu, është ke këtë, prit, po këndon stadiumi, po shqyet stadiumi, fut këtë, edhe prit, stadiumi e gjeti që ky lojtar do ndryshojë lojën e këto. Po ti ç'a bën atje? Si trajner, po plotson orarin e gjumit kur nuk shikon me sy se ç'a është bërë. Prandaj them që unë i quaj si të një rëndësie shumë të madhe këto evenimente evropiani botrori, sepse
Ore, I dha mundësi të zumë vendin e parë në grup, por me që e kinë me Poloni në grup, zumë vendin e parë në grup. E fillua me humbje në Poloni, një humbje aksidentale në Poloni. Por, fituan vendin e parë në grup. Dhe në Evropian u paraqitëm shumë dinjitos, kanë shkruar gjithë gazetat e botës, vajtën tifoza pa fund, shkruan një gazetat botërore sportive, thoshin, ore, e kam e gjithmonë kjo është Shqipëria, pikpyetje, domethënë nuk e besonin dot. Po prito se të req vëmendjen e gjithë botës, ku los ti me Italinë, me Spanjën, është një botë e tërë që të shikon. Besh epiqendër në atë moment. Aq më tepër kur fiton një rezultat, pastaj kështu që e kam muhabetin që stafi I ekipit kombëtar, me gjithë trajner, me gjithë futbollista, me gjithë të tjerët, duhet akoma më shumë të mobilizohen dhe pa paragjykime që vendi parë është I zënë. Prito vlla. E tha dhe gazetari sërb. Këto dy ekipe qa mundësira kanë për vend parë. Këtu më pëlqeu dhe përgjigja e Silvinjos, që tha çdo gjë është e hapur, shqyr marr bur. Shqyr që thash çdo gjë është e hapur. Jo, se sikur thoshte që tani për vendin e dytë, nëse vendi I parë është I zënë, do më kishin ardhur zorët këtu. E kupton, po prito, tash ke qenë futbollist brazilian, ke qenë trajner, ke qenë si mund të presësh ti me thik? Ke qenë aty. Prit. Pse do thua, kur ti vetë zure vendin e parë në Evropian, vendin e parë në grup. Thë, me atë përgjigje më pëlqeu, çdo gjë është e hapur, është luftë akoma. Ka ndeshje Anglia, ka 2 ndeshje me Serbinë, shumë të forta. Serbia është ekip I fortë, po Shqipëria këtu e dominoi dhe duhet të kishte fituar. Ishte një fat që pati Serbia që e shpëtoi. Sepse të gjitha premisat ishin që Shqipëria ta fitonte atë ndeshje. Ishte fati I Serbisë dhe pa aftësi e stafit të trajnerëve tanë, tash, ta quajnë si të duan këtë lloj kritike që ju bëra, e bëjmë me gjithë zëmë. Zoti Bala, unë falenderoj shumë për bisedën. Mua unë nuk kënaqa me pasionin edhe me gjithë dëshirën, analizën tuaj. Të falenderoj shumë që më kërkove mendim. Në sa e duhet kontala, ne do ta bëjmë se s'bën një bisedë bashkë. Po patjetër, me kënaqësi. Ky motivim u mungon çunave atje. Ky fjalim. Me kënaqësi, I dashur Dylber, sepse thash, një nga pasionet e mia është edhe futbolli. Kam lozur shumë futboll në plazhet e Vlorës, në plazhin e vjetër, në plazhin e ri, me shumë futbollista të ekipit flamurtarit, që disa kanë qenë edhe në ekipin kombëtar, nuk po zemrat në gojë. Kam lozur futboll me ata, kam biseduar me ata, kam biseduar me mjeshtra të mëdhenj të Vlorës, si Mexhita Xhiu, një super gjeni e futbollit vlonjat. Jam futur në botën e futbollit, isha në Itali, kam bler libra futbollit pa fund, kam bler librin e Paolo Rossit, kam parë gjithë jetën e Paolo Rossit, kam bler librin e Roberto Baggio's, kam parë gjithë jetën e Roberto Baggio's, kam bler librin e Michel Platinis, kam parë gjithë jetën e Platinis, e tjera. E kupton, kam pasion, dhe këto gjëra I them me zëmër, pavarësisht se dikush mund të mendojë tani që ne ky inxhinier na jep mendje. Po jo më burr, se nuk është tapi ajo, është pasion që ai stadium atje që mund të jenë pasioni nuk mësohet, pasioni nuk mësohet në shkollë po nuk mësohet. Po ato gjëra që I nxjerr nga zëmra stadiumi, ja që tregokan që ka rezultat në fushë. Edhe njeri I urojmë shumë suksese me gjithë zëmër ekipit ton kombëtar, I urojmë dhe shumë fat dhe lojna sa më të bukura. Kur futen në fushë, kam parë dhe italianë që futemi edhe për divertimento, thonë ata, do njeriu futet dhe për të dëfryer në fushë, do të thënë, ajo loja është dhe një pasion, është dhe divertimento, ato gjeste teknike janë dhe dëfryse, por kryesorja qëllimi kryesor është fitoria, marrja e pikës. Unë të falenderoj shumë. Të falenderoj. Falenderit shumë. Gjithë të mirat dhe shumë suksese ekipit tonë. Edhe në që do thosha, një nga pikat e forta të ekipit tonë është se kemi përfaqësues nga gjithë Shqiptaria. Kemi nga të gjitha trevat. Kjo e bën më të fortë, është një ekip, kena Kosova, kena Maqedonia, kena Shqipëria,
shumica që kanë lindur jashtë, janë rritur me atë edukatën, po kanë shqiptarin në zemrën e gjak. Prandaj themu që ndonjëri që s'ka lexuar për Skënderbeun, për Mërkur Buan, për rrethimin e Shkodrës, se si 5.000 veta në Shkodër përballuan 350.000. 350.000 me në krye sultanin, që vinte nga Stambolli, që kishte marrë Stambollin, Konstantinopol. Po pritë burr, po jeni 11 me 11 me atje, po nese, kjo ndeshje thash më pëlqeu me përjashtime të vogla, i uroj shumë fat dhe shumë sukses e ekipit ton. Për një gjë jam i sigurt që ky fjalim duhet përpara çdo ndeshje. Unë falenderoj shumë. Unë uroj që ta shikojnë futbollistat, ju uroj shumë fat, i përqafoj gjithë futbollistat, edhe ju uroj suksese, grind, nga të grind, kjo është fjalë e huaj italiane, po ka dhe fjalën shqipe brenda, grin, ai që të grin, ai që grindet, do të thënë atë inatin e brendshëm, të jashtëzakonshëm, duhet ta kem, po në këtë ndeshje më pëlqeu, thash, me gjëra të vogla që besoj do i riparojnë ata në atë. Gjithë të mirë vëlla. Takohemi në ndeshje tjera. Me sigurinë që do flasim para dhe pas çdo ndeshje të kombëtarës. Unë falenderoj shumë.